Mirë se erdhët të dashur peshqi në Letra Trefejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës për javën që po vjen. Jemi fokusuar vetëm në të ardhmen. Do thot për këtë javë të paktën apo energjinë që do jetë mes jush të dashur. Letra që na kanë dalë është mbreti i shkopive, perandori dhe herfën që është tradita, tradicionale kryepeshkopi, hëna, nën të shkopive dhe vetmitari që hëna pasqyron juve dhe këtu pasqyron virgjeshën, që nuk do të thotë patjetër. Pastaj keni dashin e këtu me radhë që nuk ka rëndësi të dashur, por që është energjia e tyre në leximin e juaj. Të dashur peshqi, kjo javë po fillon me pak një presion të theksuar dhe përgjegjësi. Duket sikur do hyni në një periudhë ku duhet të merrni situatat sinqerisht, më seriozisht dhe të mos lini gjërat pezull. Mbreti i shkopive dhe perandori tregojnë kontroll, vendime, organizim dhe një nevojë për të vendosur rregull në jetën e juaj. Shumë për jush do të fokusohen të puna, financat, dokumenta ose të një situate që kërkon vërtet maturi. Nuk është javë për spontanitet, por për duhet të zgjidh këtë punë një herë e mirë. Kur hyn kryepeshkopi këtu dhe bën më të qartë mesazhin, po kuptoni që nuk mund të vazhdoni më me gjysmë gjëra. Shikoni, është huti dhe huti pasqyron në përgjithësi të urtin, dietarin, siç është dhe poshtë dhe hermit që është vërtetë, të jeni, tregon tani, nuk po ju them që nuk po i mendoni gjërat, po i leni pak skurhajt se me një farë mënyrë bëhen. Pra, ose një lidhje bëhet serioze, ose kuptoni që po humbni kohë. Ose një plan ecën konkretisht përpara, ose duhet vërtet ndryshuar. Kjo letër pra tregon edhe bisedat e rëndësishme me dikë që ka ndikim tek ju. Dikush mund t'ju jap një këshill që në fillim nuk ju pëlqen, nuk do t'ju pëlqejë ndoshta, por më vonë do të kuptoni që kishte të drejtë. Do të t'i merrni përbazë dhe këshillat, t'i merrni përbazë dhe kjo energji që po ju shtyen të ecni përpara dhe të mos lëni asgjë për më vonë. Hëna të dashur tregon pjesën emocionale që po ju lodh. Kërkoj ndjesë. Jo domosdoshmërisht mashtrim klasik të dashur peshqi, por pasiguri. Dhe kjo pasiguria ndoshta po ju bën që të bëni, të mos bëni, të besoni, të ecni, të jeni në mëdyshje. Mund të jeni sikur nuk po merrni gjithë të vërtetën nga dikush, ose sikur një person po ju jep sinjale të përzierëra, që mund të jetë situatë. Tani janë shumë peshqi që po na dëgjojnë dhe nuk do të thotë që të gjithë e kanë njësoj situatën, por që prafërsisht po ju tregoj që mund të jetë dhe person, mund të jetë dhe situatë, mund të jetë sikur po jep sinjale të përzierë, një ditë afër, ditën tjetër ftohtë, dhe kjo ju lodh më shumë se sa vetë problemi. Ka shumë mundësi që këtë javë të mendoni më tepër se ç'duhet për këtë situatë. Koka juaj do bëj, ta them, filma me 7 epizode, ndërkohë që personi tjetër ndoshta flera hat si foshnja. Nën të shkopive, shikoni, këtu është drëndafil, po e therrur me gjëmbat i keni në trup. Tregon që jeni në limitin emocional. Jo sepse jeni të dobët, por sepse keni mbajtur shumë gjëra brenda pa folur, pa thënë, pa u shprehur. Kjo letër tregon dorëzim me një farë, nuk tregon dorëzim me një farë mënyre, por përkundrazi tregon dikë që është lodhur, por prapë po vazhdon. Dhe sinqerisht, kjo javë ju mëson që nuk mund të shpëtoni çdo njeri dhe as të mbani çdo marrëdhënie të gjallë vetëm nga ana e juaj. Dhe në fund të dashur është hermi tregon tërheqje dhe qartësi. Jo izolim,
nga mërzia. Shko kush ka hipur larg dhe sikur larg botës, poshtë, në një mënyrë duke u tërhequr jo të anuloni jetën e juaj, po që në një farë mënyrë duke qenë më brenda vetes së juaj. Por një distancim, si tash, i nevojshëm për të kuptuar se çfarë ju bën më mirë realisht. Në fund të javës do i kuptoni qartë se kush jep qetësi dhe kush jo konsumon energjinë. Dhe aty do filloni të ndryshoni mënyrën se si do silleni apo jeni me njerëzit. Këshilla e leximit të juaj të dashur peshqi thot: mos harxhoni energji duke u përpjekur të kuptoni njerëz që as vetë nuk dinë çfarë duan. Këtu është çelësi. Disa përgjigje nuk vijnë nga analizimi i tepërt, por nga kjo distancë. Lodhja më e madhe nuk vjen nga puna që po bëni të dashur peshqi, por nga njerëzit që të mbajnë pezull, apo situata që mbajnë pezull. Dhe kjo tani është koha, po këtë javë, të ndani shapin nga sheqeri, që thonë në popull. Të ndahen gjërat se çfarë dhe ku do jeni për të vazhduar rrugtimin e juaj. Jo në diçka që dhe heshtja apo mos veprimi është përgjigje në vetvete, të dashur peshqi.